është e lehtë të flasësh për sëmundjen kur je i shëndosh. Madje të duket edhe bezdi, edhe të duket e panevojshme se çka kam unë tash me dëgjue për sëmundjen, apo pse duhet unë të mësoj hadithet e sëmundjes ndërkohë që jam i shëndosh. Mirë, po kjo është mosmirnjohje e begatisë. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam hadithet e sëmundjeve dhe shpërblimet për hadithet mbi sëmundjen u mësonte edhe atyre që ishin të shëndosh, që të përgatiten për sëmundje. Andaj tha pejgamberi alaihi salatu wassalam, shfrytëzoje shëndetin tan para sëmundjes tane. Aja të thonë shfrytëzoje të u koni shnosh, e ama para se me tarë sëmundja. Kështu që ne i mësojmë hadithet e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, ani pse s'kan të bën drejt për drejt me mua. Ajo ka të bëjë me një pjesë të shoqërisë që realisht ka të smut gjithmonë me një shoqëri, dhe tjetra ajo ka të bëjë me një gjendje që ti mundesh me u sprovu më vonë. Andaj duhesh ti mësosh si ta trajtojë në këtë. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se nuk ka diçka prej sëmundjeve që e godet muslimanin apo muslimanën, vetëm se Allahu i ashlyen me ta gjunahet. Dhe kështu duhet ta trajtosh sëmundjen si një lloj testi me të cilin Allahu mi shkund gjunahet prej vetes. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ishte shumë i zellshëm që t'i viziton të sëmurët, dhe ka premtuar shumë shpërblim për ata të cilët i vizitojnë të sëmurët. Andaj ka ardhur hadith qudsi, se Allahu xhelle xhelalu i thot njeriu ditën e Kiametit, pse nuk më ki vizitue? O Allah, thot, çish me të vizitue? Thot, ke pas të i smuti, që aty jam kanë, të i dopti. Me pas shku me vizitu të smuti, më kishe gjetë muë, tu kishë thi zemra, ma kishe njohë begatin, e kishe ditë se Allahu xhela është ai i cili jep shëndet dhe ai jep sëmundje. Gjithashtu prej hadithet që i kanë nxjerrë Imam Buhariu në këtë kapitull, pasi që koha është edhe e vështirë dhe e ftoftë, do ta përmend veç hadithin e Ibn Abbasit radhiyallahu an, ku i tha Ata ibn Abi Rabah nxënësit të vet, tha, a do me të kallzoni njëri xhenetit? A do ta shifni njëri xhenetit? Dhe shikote ndërruar xhamatlis çfarë zelli kanë pas këta për xhenetin e Zotit xhel xhelalu. A e di çish duket njëri xhenetit? A e di si ecën tokaj? Çfarë cilësi ka ai? Çfarë karaktere ka ai? E kështu me radhë. Tha atoja, po bela, gjithsesi du kam qef me bëhe. Tha, ja kjo gruaja e zezë tash që vjen, që kjo, tha, pe banorëve të xhenetit. Tha, prej ka është kjo banorë të xhenetit, pi ka e dy ti, nëse më basi se ka këtë drejt me thonë çka banorë i xhenetit. Mi po kur thoje ai i cili i ka zbrit shpallja Allahu xha atëra prejet meselja. Tha, që kjo gruaje kur ka ngjall pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe i ka thonë, ja Rasulullah, unë kam një sëmundje epilepsisë, dhe kur më kap epilepsia, unë bëj gjëra prej lëvizjeve që nuk i kam kontroll. A mundesh me lut Allahun që të më shëron? E pejgamberi sa mi tha, unë nëse do bëj dua, Zoti shëron. E nëse do, bën sabër, bën durim, dhe Allahu ta jep xhenetin. Pastaj ai i tha, ja Rasulullah, do bëj sabër, ka me bo sabër me fitu xhenetin, veç lutë Allahin ku të më kap epilepsia, mos të deshi të eshat, që mos të zhvishem e të mashe dikush pjesën intime. Nga kjo hadith dietar kanë nxjerrë mësime. E para për tyre të ndëruar xhamatli çfarë? Biseda e sahabeve, tabiinëve, cila ka qenë, çish duket e njëri xhenetit? Si me marr nga morali i atij i cili pejgamberi ka thënë çka xhenet li. Çka xhenet li? Ata e di që kanë pa njerëz të cilët pejgamberi ka thënë që kanë xhenet li, ose që ka me fitu xhenetin. E kanë përcjell çdo detaj. Sigur Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, kur i ka thënë pejgamberi për njëri 3 herë që kanë xhenet li, i ka shku ma se ka përcjell. Ka thonë çka ban ti? Un kam çeft ta di çka ban, që të baj edhe unë, që të futem në xhenet. E ne të ndëruar xhamali, sa shpesh dëgjojmë që kjo vepër çon xhenet, që kjo vepër të ka sevap shumë, që kjo vepër është shumë e mirë. Dhe na nuk e çojmë kokën fare. Apo dhe runa Zot me kam për këtë dunja, që kjo punë të bepare, që kjo punë të arrit biznesin, i hapim sit, i hapim vesht, kajmë kujdes, bile me ba zhurë një këndona, shuj me se atu kalzu njëre që shvitohet. A kur të folet për xhenet, kur të folet për ahiret, kur të folet që shknaqet Allahu xhelle xhelalu, që largohet qafa pi xhenemit, njerëzit se kanë shumë gajle, se e llogarisin diçka të pavlerë, apo nuk e mrin nivelin të cilën duhet me e pas besimtari. Andaj shikoj Ibn Abbasi, çka i tha? A do me pa xhenet lik çish duket? Ka pas zell të madh ata, kallzom çish duket. Edhe e dyta të ndëruar xhamatli, e që është pjesa e sëmundjes. Zakonisht njerëzit kur i shohin smut,
shejtani mund me manovru në trunët e tëne. A thu pse i ka ra kjo smuje, a thu pse kjo smuje, e kështu me radhë. Mirë po zakonisht të gjitha sprovat e sëmundjes tek besimtari janë zakonisht për shërim, për pastrim, për largim gjunave. Andaj shiko për mësam, si ka ardhë i smut mi thanë, a ka mundësi me lutë Allahin me mshëruve që ka thonë, ama ban sabër se Allah i ta jep xhenetin. Ban sabër Allah i ta jep xhenetin. Për çfarë arsye? Nga se sprova me mëshirën janë nga. Çdo i sprovu më i mëshiru. Sprova e thy njerin, smundja e ul njerin, smundja ja kujton Allahun xhelel xhelalu. Pse? Ja se thot Ibn Qayyim el-Juzeyje, mbledhet te njeri maja e dobësisë dhe e menon sa i fortë është Allahu xhelel xhelalu. Se kur ki pak takat mashtrohesh, kur i ki kam tetua, i ki dur tetua, e i thu kam takat, apo. E ku të rëzohesh, s'ki takat, atara kupton se unë jam shumë i dop. Trupin e ki s'punon, trupin e ki s'ban, trupin e ki një palethet të rëzojnë. Andaj e kujton dobësinë tane dhe lartësinë e atina. Andaj kur ti e pranon dobësinë tane dhe e miraton lartësinë e atina, zbet rahmeti Allahu xhelel xhelalu. Inna rahmetallahi qaribun minal muhsinin. Rahmeti Allahut nga të bamirësave, ata të cilët e dinë se janë dopt, Allahu i fort. Për këtë arsye të nderuar xhamarli, i sprovuari dhe i mëshiruar janë nga. Andaj mos u ankopi sprovës, po shfrytzoje me të mëshiru Allahu subhanahu wa taala. Çdo bela që ka të bëj, çdo më dhamë smundje, nga se alayhis salam ka përmend në vargun e smundjes edhe brengën, shqetësimin, gjembin e ka përmend. Shfrytzoje, inshallah në gjuna. Inshallah Allah më fal në gjuna. Çdo sprovë që ka e ki, mundoj mi thon Zotit tan, çdo dua, o Allah, ke sprovë. Ban më pasni për gjunave. Allah çka të mërzi, shfrima në gjuna me këta. O Allah, këtë pikëllim çka e kam, këtë shqetësim çka e kam, këtë ngushtim çka e kam, largomi gjunave. Lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu në këtë ditë xumaje. Ditë ku ka thënë pejgamberi alayhis salam, është një çast nëse e godet besimtarët dhe e çollon, Allahu i përgjigjet duas së tina. E lutim Zotin e Madh, Allahu ti pastron zemrat tona, ti mbul zemrat tona me devotshmëri. E lutim Allahu xhelel xhelalu që Zoti jon te bareke ve teala na mundson që të mësojmë nga libri i Zotit, nga suneti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe nga fjalët dhe mësimet e ulemave dhe imamëve të muslimanëve. E lutim Zotin e Madh në këtë ditë xumaje, që Allahu kudo që janë besimtarët e dobët, jetimat, të vejat, plakat, pleqt, Allahu t'i ndihmon, Allahu t'i përkra. Ata sa janë në vuajtje, në skambje, në goditje, Allahu t'i mbron, Allahu t'i përkra. E ata që bojnë zullum, e zullumqarët, e njerëz kriminal, të cilët bëjnë fesad në tokë, Allahu me fesadin e tyre t'i ngatron, ya rabbal alamin. E lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu që Allahu na bën vepra me të cilat ne arrijm kënaqësinë e Zotit dhe largohemi nga hidhrimi i Allahut. E lutim